Një sipërfaqe mjolliqe është përfshirë nga flakët mes ditën e së dielës në fshatin Drizë të Bashkisë Fier. Pas njoftimit nga banorët, në vend ngjarje kanë shkuar menjëherë shërbimet zjarrfikse, të cilët kanë punuar për shuarjen e flakëve, të cilat janë të favorizuara edhe nga era. Operacionit janë bashkuar edhe banorët e zonës, të cilët i kanë ardhur në ndihmë zjarrfikësve me mjete rrethanore. Fatmirësisht, zjarri ndodhet larg qendrës së banuar, por banorët thonë se terreni i vështirë për shkak të mungesës së rrugëve në parcela vështirëson ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikëse. Zjarri ka avancuar, i favorizuar edhe nga era e fortë, duke rrezikuar të përfshijë edhe një lokal pranë zonës. Forcat e shërbimit zjarrfikës kanë vijuar punën intensivisht për ta mbajtur situatën nën kontroll dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve. Tu rrezikohet deri te depo. Deri te depo larg komplet ullinjtë e Drizës. Pra arsye se s'ka rrugë. Ka rrugë skrepi, edhe la gjysmë. Ja kjo është e tërë. Zjarrfikëse kanë ardhur, mashteti po. Nuk punojnë poshtë. Institucionet poshtë nuk punojnë. Janë jashtë kontrollit.